Historia e lutjes. Një histori e thjeshtë, por me një mësim të thellë. Një histori që na prek zemrat dhe na kujton fuqinë e lutjes. Dëgjoni me vëmendje. Një grua e moshuar, e mbushur me urtësi dhe dashuri, ulej çdo natë për të bërë dua. Lutjet e saj ishin të gjata dhe të sinqerta. Një ditë, dikush e pyeti, gjithmonë dëgjoj që lutesh për fqinjet, për të sëmurët, për jetimet. Po për veten tënde, a lutesh ndonjëherë? Ajo buzëqeshi ngadalë dhe tha, kur lutem për të tjerët, zemra ime bëhet më e lehtë. E kur të tjerët janë mirë, jam mirë edhe unë. Lutja për të tjerët nuk është vetëm një akt bamirësie, por edhe një pasqyrë një zemre të pastër. Është një dëshmi e dashurisë dhe dëmshurisë që kemi për njerëzit përreth nesh. Shpesh, Zoti e pranon lutjen për të tjerët edhe më parë se lutjen për veten tonë. Sepse në atë lutje, ne tregojmë se jemi të gatshëm të vëmë nevojat e të tjerëve para tonave. Le të lutemi për njëri tjetrin. Le të mbajmë në zemrat tona dashurinë dhe dëmshurinë. Sepse në lutjen për të tjerët gjejmë paqe dhe bekim.